Një pyetje fare të thjeshtë, po dua një përgjigje të thjeshta, si shpesh i bën ti. Po. Dhe pastaj unë kolegat. Shiko tani, Partia Demokratike është ngritur e gjitha dhe thotë që këto zgjedhje janë fundi botës në Shqipëri. Janë vjedhur, mbyen, shqyer, grabitur treni bulgar, treni meksikan, që janë gjitha llojet e trenave që kanë hyrë këtu. E të gjitha tjera. Tani, përfundimisht. Një vend ku po thuaj se s'ka trena fare. S'ka një tren, nuk kalon asnjë tren këtu. Edhe treni është eliminuar ka 35 vjet. Tani, dakord. Ju keni problematikat për këto zgjedhje, gjithë po bani shënim, po bëni videot e gjitha, keni vrejtje serioze të gjitha. Në thelb këto zgjedhje, në raport me atë që dëgjojmë nga opozita më e madhe, Partia Demokratike, që janë për ju? Do t'i njihni ju apo jo? Pyetja a do njihni zgjedhjet apo jo, nuk besoj se ka një kuptim të madh, se po të thuash nuk do njoh zgjedhjet, nën kupton që ti do marrësh armët edhe do dalësh malit pastaj. Dakor. Çështja shtrohet. Këto zgjedhje ishin të lira dhe ndershme apo jo? Dhe përgjigjja ime është jo. Nuk ishin të lira dhe ndershme. Nuk ishin të lira. Problemi është këtu që ne duhet analizojmë defektet kryesore të këtij sistemi zgjedhor dhe të mënyrës se si përdoret pushteti. Këto dyja, Alin, kur thu nuk ishin zgjedhjet të ndershme, as të lira as ndershme. Ja ta them edhe pse jo dhe të lira. Tash ma thuj pse. Ja ta them. Pse nuk janë ndershme ka të bëjë me pabarazinë ekstreme në mjete. Ta thash, Lëvizja Bashk ka shpenzuar jashtëzakonisht pak para në fushat, gjitha partitë e tjera kanë shpenzuar miliona euro, madje edhe parti që janë shumë të vogla krahasuar me dy të mëdha. Çka ka të bëjë me ndershmërinë? Koha, po se ato para kush i jep? Ato para diktojnë avantazhe në mjete, diktojnë pastaj dhe agenda të nesërme qeverisë që do të jetë njëri ideve, ti mendon që ideja është më e fortë se paraja. Ideja patjetër në afatgjat është më e fortë se paraja, po jo sot për nesër. Sot për nesër paraja është më fortë se ideja. E dyta, po të marr rastin e kohës televizive. Ka nxjerrë Autoriteti i Mediave Audiovizive raportin për kohën e partive politike gjatë fushatës zgjedhore. 11 prill, 9 maj. Dhe Lëvizja Bashk del dukshëm më poshtë, disa herë më poshtë, edhe partive që nuk ja kanë dalë të hyjnë në parlament. Ka pas disa herë më shumë kohë. Partia Lulzim Bashës, Partia Enkelejda Libeja, lere më Lapaje, Shehaje, Edi Rama e Sali Berisha, po. Kanë pasur shumë herë më tepër kohë se sa ne. Kjo ka të bëjë me pandershmërinë e zgjedhjeve. Ajo që ka të bëjë me lirinë e zgjedhjeve është fakti nëse qytetari mesatar në Shqipëri voton lirisht apo jo. Voton duke u ndjerë i kërcënuar apo voton duke shkuar me duar në xhepa serbes në qendrën e votimit. Unë mendoj, nga përvoja që kam duke folë me shumë qytetarë gjatë gjithë fushatës zgjedhore, unë mendoj që një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve nuk e kuantifikoj dot, nuk them dot 40%, 50%, 60%, sepse asnjë nga ne nuk i ka mjetet për ta bërë këtë gjë. Ama një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve ndjejnë frikë ditën e votimit, ditët përpara votimit. Një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve është përballë kërcënimit me vendin e punës, me biznesin e vogël, ose është në presionin e njerëzve rreth e rrotull familjare kështu me radhë, të cilët i thonë amani more votën për partinë pushtet, se na hoqën nga puna dhe na lanë pa bukën e fëmijëve. Të gjitha këto tregojnë që qytetari mesatar në Shqipëri nuk është i lirë për të votuar. Sigurisht ka njerëz që votojnë lirisht, 25.000 veta që kanë votuar për Lëvizjen Bashkë, po besoj edhe për partitë tjera, një pjesë atyre, patjetër që janë ndjerë të lirë ose të paktën kanë pasur guximin që të votojnë për ne pavarësisht presionit. Por fakti që këtu ca njerëz votojnë lirisht e ca njerëz trajtohen si bujkrobër, më besoni, një pjesë shumë e madhe, në mos të gjithë në punësit e shtetit, shqiptar, gjatë fushatës zgjedhore, trajtohen si bujkrobër. Pra trajtohen si njerëz që kanë detyrim jo vetëm votën e tyre për partinë pushtet, po edhe votën e familjarëve dhe të rrethit tyre shoqëror për partinë pushtet. Ne nuk mund t'i mbyllim syt ndaj kësaj gjëje. Tani, ku nuk bie dakord me Sali Berishën me këta të tjerët? Po. Në faktin që, po të dëgjosh Sali Berisha thotë që 53% të votave që ka marrë Edi Rama e ka marrë të gjitha në këtë mënyrë. Apo jo? Pra, askush nuk do e votonte PS-n dhe Edi Ramën, qofse nuk do ishin presione e gjëra të tilla. Ajo që unë kuptoj është që Edi Rama përmes gjithë këtyre makinacioneve, mbështetjes oligarkisë, financimeve shumë të mëdha, shumë arrin të krijojë një marzh, po themi, mbështetje që nuk e ka në mënyrë organike. Po prap se prap, ka njerëz në Shqipëri që nuk janë në masë të papërfillshme, që vazhdojnë, votojnë për PS-n dhe Edi Ramën, dhe pyetja që më shqetëson mua është pse. Ta kuptoj pse dhe të mundohen ta ndryshojnë në zgjedhjet e tjera. Atë nuk e diskuton njëri. Ja të jap një rast. Grupin e votave të ka Partia Socialiste. Kam dëgjuar ne diskutojmë faktin që nga 2013
Në 2025 dhe kjo nuk ka është rritur dhe kjo s'duhet ndodhte. E di çfarë më shqetëson mua fakti? Ja do t'jap një shembull. PS-ja ka marrë në këto zgjedhje, Jo, vot numër real. më lejo të flas me përqindje. PS-ja ka marrë në këto zgjedhje 53% votave. Le ta marrim, sa askush nga ne nuk i di marrëzhet. Le ta marrim se 13% votave i ka marrë në këto mënyrat e abuzimit. Prapë mua më shqetëson ai 40%. Si ka mundësi që 40% e njerëzve që mund ta kenë votuar PS-n e votojnë me gjithë këto gjëma qeverisjes. Dhe një nga argumentet që unë gjej është figura e Sali Berishës. Berisha në mendjen e shumë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë është mishërimi i një të keqeje më të madhe se Edi Rama. Unë mendoj që janë të dy një lloj të këqij, por ama unë e kuptoj që një pjesë e shoqërisë mendon që është akoma më i keq se Rama. Nëse janë dy të këqij, tre të rinj që hynë në lojë, pse morën 140.000 vota, 130.000 vota? Ja ta plotësuar më tepër. E para një herë sot në Shqipëri kanë votuar për parti jashtë duopolit më shumë qytetarë në përqindje se kanë përshtypjen çdo herë tjetër. Pritej kjo gjëja, por nuk pritej në shifrat e ulta. Pritej që të votonin partitë e reja, për këto arsye që sapo i the pak më parë. Pritej të votonin. Numri i votave jemi infektuar pak, më lë të them, ne jemi infektuar pak nga deliri politik. Ktu ka pas drejtues politik që kanë thënë me 5 muaj parti unë do marr 71 deputet. Më kupton? Edhe e besonte vërtet, edhe u thoshte të tjerëve ashtu edhe i bënte edhe ata vërdall që edhe në fund fare kanë dalë me një deputet. Pra, edhe kjo fryrje krijon nga një iluzionin që po bëhet hataja. Nuk bëhet hataja për një vit e për 2 vite. Jo, nëse ne themi që kjo qeveri që është në pushtet, është e rënuar, është e degraduar, nuk duhet i fitonte zgjedhjet dhe arrin këtë shifër, dhe kjo opozit, e cila nuk është në momentin e saj më të mirë, ka gjithë problemet e saja, nuk ofron zgjedhje, nuk ka frym për të fituar, atëherë ngele një grup i madh votash, të cilat duhet të shkojnë diku dhe pritej që ky numër i madh i votave shkonte te 3 partitë e reja që ishin për herë të parë në garë. Sepse mua më ka pas në gara të tjera partitë të tilla të reja. Kuptimi i vërtetës është dhe tani ne pyetja është që pse ky zhgënjimi i madh nga ato dy polet e rëndësishme politike nuk shkoi te 3 partitë e reja. Ja ta japun. Dhe një shpjegim është që partia në pushtet ka përdorur gjithë resurset e saj, gjithë pushtetin për t'i marrë këto vota. Por ti përgjithësi partitë që janë pushtet Shqipëri e bëjnë këtë gjë. Ti këtu në studio dhe thua që ne jemi të lumtur që arritëm të hymë të bëjmë parti parlamentare, morëm një deputet, morëm 20.000 vota, dhe kjo duket si një arritje shumë e madhe. Po e keq interpreton mesazhin tim, thashë që ne kemi marrë një rezultat të mirë në kushtet e luftës thellësisht pabarabartë që kemi me të gjithë faktorët e tjerë politik. Edhe 9 partitë e tjera që ishin në garë për te PS-s dhe PD-s mund të ankohen për të njëjtin gjë. Dikush që ka hedhur 10 miliona euro dhe ka dalë me 1 apo me 2 deputet, nuk është shumë i lumtur. Ne që kemi hedhur vetëm mundin, djersën tonë, e jemi më optimist, sepse themi kur në këtë mënyrë arritëm të sajmë, do vazhdojmë përpara.